Unë quhen për sot zyra jana. I keni për detyrat? Shikoj që i pasin e hapur të gjithë libra. Bravo! Lëm e shtypet e madhe, lëm e shtypet e vogël, pastaj vazhdojmë në shpërat e dorës. Në rregull? Atëherë. Kush e ka nga këto fjalë? Ulliri, kërmilli, pëlluri dhe kumbulla, të gjitha. Pra i kanë të gjitha fjalët. Po, fjala kumbulla, Në trup. po të për një ndryshim mund tek fjala kumbulla dhe të jetë vetëm kumbull. Ku është shkronja L? Në fund. Bravo. Luca, po. Akullorja. Në kuadratin e parë. Në kuadratin e dytë janë fjalët solli, shkrim, është. Ndërsa në kuadratin e tretë është pik, pik, pikë, pikë, letrën edhe në qiell. Tani, marrim kuadratin e parë duke qenë se është fjala kryesore me të cilën fillon fjalia. Duhet të lidhim me kuadratet e tjera fjalës që të plotësojnë një fjali. Që mbarojnë me të njëjtën rrokje. Fjalët janë dielli, ulliri, kalliri, mielli. Cila do t'i lidhim me njëra tjetrën që mbarojnë me të njëjtën rrokje. Pra, fjalën dielli me kë do ta lidhim? Me miellin apo me kallirin? Me miellin. Kërmilli e flutura. Na ishte se që na ishte një kërmill. Të mbiloj lloj lulesh. Po pse fluturon flutura në lule? Dini që unë nuk e di për shembull. Kush e din se fluturon flutura në lule? Flutura ka krah të fortë që fluturon. E keni mësuar një mirë tekstin, e dini se çfarë bëhet fjalë, dhe për ta lexuar ishit mirë, do vëni dhe ma mirë në lexime. Faleminderit, ishit shumë nxënës shumë të mirë. Më keni pëlqyer shumë dhe jeni mjaft të përgatitur. Si do duk surpriza që të bëm sot? E bukur. Të pëlqeu shumë? Po. Do doje që mami të vinte sërish dhe të shpjegonte mësimin këtu për ty dhe shokët e tu?